edhe diçka tjetër, zonja Tabaku. Shpesh herë qytetarët apo shtresa gri janë një sfidë më vete, sepse mbase ata nuk pranojnë figurat e konsumuara politike. Partia Demokratike shkon me alternativë me kryetar Sali Berishën. Sa ndikon kjo tek qytetarët? Hasni mbase një lloj refuzimi të tyre edhe për alternativën e zotit Berisha, duan ata, e shprehin ata që duhet një kandidat i ri, një figurë e re, mbase kandidat për kryeministër i demokratëve. Ti më ke ndjekur mua sot në mëngjes të takime dhe nuk besoj që ka pas një rast të vetëm që kjo është ngritur si shqetësim. Qëllojnë që ke disa qytetar, për shembull javën e kaluar pikërisht në këtë zonë, ishte një qytetare pak më poshtë, ishte një qytetare e cila po më thoshte që do bësh pjesë e llomit, i referoj parlamentit, i referoj politikës në përgjithësi. Ka edhe njerëz të cilët jo gjithmonë na mbështesin, nuk i pëlqejnë dot gjithëve, asu nuk i pëlqejnë dot gjithëve. Ka disa njerëz të cilët i kemi sigurisht përfaqësuar mirë, disa njerëz tjerë besojnë që unë duhet bëja një punë më të mirë. Nuk i pëlqejnë dot askujt 100%, secili ka të metat e veta, po njëkohësisht ka dhe avantazhet e veta. Në qoftë se ka qytetarë që janë të mërzitur me parlamentin dhe thonë që aty vetëm zihen, unë i them po më voto mua, sepse unë në parlament jam përpjekur që t'jem një zë ndryshe. Që ke? Mirë, jo keq, mirë. Juve? Destinacioni i radhës është Sauku, që e përket njësisë 2 të kryeqytetit. Aty Partia Demokratike në zgjedhjet e fundit mori 14.319 vota, rreth 3.000 më pak sesa socialistët. Është një zonë ku zonja Tabaku është edhe deleguar e Partisë Demokratike, pra së bashku me Degën 2 edhe në Degën 12 të Partisë Demokratike për qenë në krye të aktivitetit politik në kuadër të fushatës elektorale. Po si ke qenë mirë, mos mësuj që e këne dhe ti ka farka. Jo, më ndeposhëm. Nga? Atje ke rruga Saukut vjetër. Omand. Atje jam. Omand, që janë katunarë të tu. Shpresoj të kemë mbështetjen tuaj, unë këtë radhe votojmë listë hapur, jam drejt për drejt. Fokusi i takimeve këtu do t'jenë bizneset. Në mi thuj kritikat. Pa kamera, a? Ore, mos ja thuj Mandit, se vjen, mi thuj mu. Mandim e më lirë shumë Mandit. Unë them Mandi mban duron, kështu që thuja Mandit.